Dhe tani është koha të luajmë me frutat e sezonit. Sa mirë i njeh ti frutat e sezonit? Cili është fruti më i pasur me kalium? A. Molla, B. Banane, C. Dardha. Përgjigjja e saktë është banania. Ajo ndihmon në ekuilibrin e elektroliteve dhe presionit të gjakut. A e dije? Nëse po, bravo. Nëse jo, shko tani dhe konsumo një banane. Cili frut është burim i shkëlqyer i vitaminës C? Mandarina, kiwi apo të dyja? Tu nduhet se kjo përgjigje dhe në fakt e sakta është të dyja janë të pasura me vitaminë C dhe forcojnë sistemin imunitar dhe ndihmojnë lëkurën të prodhojë më shumë kolagjen. Me vjeshtën vijnë dhe problemet me tretjen. Por cili është ai frut që na ndihmon më shumë për të përmirësuar tretjen? Dardha, B. Rushi apo C. Molla? Dhe përgjigjja e saktë është se në fakt të treja na ndihmojnë, por ama trofeun e merr molla, e cila përmban pektin, një fibër që përmirëson tretjen dhe rregullon zorët. Fibrat, një element shumë i rëndësishëm i shëndetit tonë, kryesisht për tretjen i nevojshëm. Por cili prej këtyre frutave ka më shumë fibra? A. Molla, B. Shega apo C. Mandarina? Të treja shumë të shijshme, por alternativa e saktë është A. Molla, e cila përmban rreth 4 gram fibra dhe e bën të shkëlqyer këtë për zorët dhe ngopjen. Virozat gjatë stinës së vjeshtës janë gjithmonë një arsye për të ndjerë jo mirë me shëndetin, por fatmirësisht kemi ushqime të cilat na e forcojnë sistemin imunitar. Cili prej këtyre tre alternativave mund të konsiderohet si heroi i vjeshtës? A. Kiwi, B. Avokado apo C. Patollxhani? Sigurisht, duhet një pjatë e ekuilibruar dhe e balancuar për të konsideruar të shëndetshëm dhe për ta mbrojtur sistemin imunitar. Ama duhet pak edhe kiwi, i cili le të konsiderohet si superfruti i dimrit me vitaminën C dhe E dhe shumë antioksidant. Ndaj mos harro, sallatës hidhi pak kiwi ose me zvakin shoqëroje me një kiwi. Me ardhjen e vjeshtës, rriten shanset për fenomenin e quajtur depresioni vjeshtor. Një faktor për ta shtuar më shumë të situatë është edhe gjumi, i cili ndryshon në orare. Por cili mund të jetë ai frut që mund të na ndihmojë fal pranisë së melatoninës natyrale në të? A. Qershia, B. Dardha apo C. Kiwi? Patjetër, nëse do t'ishim në një stin tjetër, do të kishim zgjedhur qershin. Por, superheroi i cili përmban sasitë e larta të melatoninës për sezonin e vjeshtës, mbetet kiwi. Dhe studimet kanë treguar se konsumi i tij përpara gjumit rrit edhe më shumë shanset për një gjumë të mirë dhe të shëndetshëm.